ju i këndoni Prishtinës edhe pse kanë kalu shumë vite. Çka simbolizon ky rikthim? 4 repera të cilët ja dedikoni edhe një këngë Prishtinës. Mas tona këtyne vjetë, unë që 25 vjetë jetoj jashtë. Kthejna në Prishtinë shpesh. Mbet Prishtina pika jote e dopë. Sa do me jetu në Francë prapë zemrat e Prishtina? Unë kom thonë edhe pe bëj një kongë për Prishtinën, Prishtinali jam, po mujnë njerëz nuk thonë ma Prishtinali jam, unë që ata që kanë orë mas luftës, shtu se besniku, ose ko 25 vite që nuk jetojnë Prishtinë, po. Badihova, ju më rritë me qatë kulturë, ju më rritë me qatë pjesën urbane të Prishtinës, që në fakt e kom thonë edhe në intervista tjera, menej që Prishtina e ka një farë magjie për krijimtari artistike. Kanë zerë qaq aktorë të mirë ndër vite, qaq artista, qaq repera, qaq këngëtarë, që sot nëse morëm shambull edhe Dua Lipa dhe Rita Ora 2, menej që edhe pse jenë një pjesë të madhe tjetër se kanë kalu në Londër, menej që e kanë qatë kulturën urbane të Prishtinës, që ju kanë një mu Era i Strefi, për shambull. E kam qatë menem që Prishtina është një farë New Yorku i vogël. Edhe mas ne e kam nostalgjinë e mrenshme që... Deshtet këthen të Prishtina. Po, normal. A ki atje në Francë studio ku ti kryan? Po, i kam. Atje e kam bo albumin. Në Francë e kam bo albumin komplet, dhe kam dhe studion tem në shpet. Edhe këtu edhe atje, ka të shkoj një studio, e kam se... Si vese, kom tutna, mos me po studio nga të... Zvot. Tek Ujku i Vjetër, një këngë e cila doli jo shumë kohë tash në YouTube, flet si ujku plak. Kuj ti referohesh? Ma shumë i referona hjekav të mija dhe vujtjev të mija ndër vite dhe që ati vjetimit që i kumë bo, ndash në skenë, ndash në jetë përdetshme. Dhe gjithmonë tu mundu me këshilu që tu arsyetu vetëm për mënyrën e jetës që i kumë bo dhe tu mundu me këshilu njerëzit me qenë sa ma të durushëm edhe sa ma të respektushëm edhe me pos kritere dhe vlera në jetë. Sa këngë kanë me qenë gjithsej në album? 18 këngë janë në album. Qysh është strategjia publikimeve? Strategjia e publikimeve është pak, unë e bëj pak edhe spontane, po në fakt albumin e kom dhonë datën me 38 orë, e me 38 orë ka dollë në gjitha platformat digitale, Spotify, Apple Music, Amazon, ku ta dijone. E kom po që rinjia Bajagion eduku edhe i kanë këtu platforma, sepse në Kosovë halos është 100% se do të me pas abonime, ku ta di, po këngët janë ka dëgjohen shumë në platforma, na si artista dhe te din garant se i ki burën artist, i kem platformat edhe në telefon, së dhe i përcjellëm në real time, sa njerëzit po dëgjohen, do me thonë, po dhe po mdoket që është